Mirë mërëma. Shikoni pak se do të tregoj diçka që jam I bindur që do t'ju pëlqej shumë. Ndiqeni. Po merja frutat e thata. Si që shikoni, këto janë të gjitha frutat thata. Jo vetëm kaq, sepse këtu kemi edhe kumlla, hurma nga ato të mirat, kurse këtu janë gjethetafine. Tani do t'ju them se sa fruta të thata ha unë dhe kush janë frutat e thata që duhet konsumohen, sepse për ata që nuk e din, pa frutat të thata nuk ka jetë sot, apo jo, sepse duhet të dini që frutat e thata janë thelbësore. Një sekond. Atere, para kungullit, kisha marrë 1 kile nga këto, arra që ja përdit këto arrat, po këto si quhen këto? Këto janë ato frutat, këto më pëlqejnë, po kemi edhe pistaki, ja dhe pistaki, kurse këto janë ato kikirikat, mbani mend kikirikat, këto I kam mbaruar, këto janë ato që janë më të thjeshtat. Këto këtu janë bajamet që I kam mbaruar dhe këto po thuaj, fasulet I kam gati, po zakonisht unë të gjitha këto që I shikoni, zakonisht marr 1 grusht nga këto, 1 grusht nga këto, 1 grusht, po thosha marr 1 grusht nga këto kikirik, për shembull, 3-4 arra, nga ato frutat e tjera që se di, nuk di si quhen në Shqip ato. Pastaj marr edhe 1 grusht me pistaki dhe edhe bajame. Pra këto unë I përdor çdo ditë dhe doja t'ju pyesja juve, kush nga ju përdor frutat thata dhe sa frutat thata përdorni? Po ja u them këtë sepse ju dua fort. Dhe duhet të dini që frutat e thata janë tepër të rëndësishme për shëndetin tonë. Në qoftë se keni uri, po më dëgjoni mua, mos mendoni bukën, mendoni arrat, sepse me fjalë frutat e thata, sepse buka për të konsumuar bukën trupit I duhen 4 orë dhe e kemi thënë të herë të tjera që është shumë e vështirë, me fjalë që të flasësh për bukën, por është më thjesht t'ju them që duhet konsumoni frutat e thata dhe do shikoni si do të ndryshojë trupi juaj. Pres komendet tuaja, sa frutat thata konsumoni, çfarë frutash të thata dhe a gjenden aty ku jeni ju. Okej? Ju përqafoj, tani unë me